Allahu më dhëruar në vazhdim të ajeteve të surës Al-Kahf i thot profetit e tij sallallahu alaihi wasallam: "Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada." Që do të thot dhe thuaj ti o profet, shpresoj që Zoti im të më udhëzoj në atë që është edhe më tregues për të drejtën se sa kjo. Dhe thon komentues të Kuranit, këto fjalë janë pjesë e porosive që i dha Allahu madhëruar profetit e tij sallallahu alaihi wasallam në lidhje me historinë e djemve të shpellës, dhe këtu nxit që ti kërkoj Zotit e tij argumente edhe më të forta për në udhëzim. Nga kjo porosi e Allahut madhëruar përfitohen 3 dobi. E para prej tyre, dija si çdo gjë tjetër në këtë botë i kërkohet me përullësi Allahut madhëruar dhe është pjesë e adhurimit. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam pas këtyre udhëzimeve i lutej Allahut madhëruar dhe i thoshte atij: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Që do të thotë, o Zoti im, unë kërkoj prej teje dije të dobishme, rizq të mirë të këndshëm halal, dhe gjithashtu kërkoj prej teje punë të pranuara. Bazuar në këtë domethënie, Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu më mëshiroft, i lutej Allahut madhëruar për dituri dhe thoshte në duat e tij duke vendosur kokën mbi dhe thoshte: Allahumma muallima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulejmana fahhimni. Që do të thotë, o ti që i dhe dije Ibrahimit, me jep dije dhe mua, o ti që i dhe kuptueshmëri Sulejmanit, me jep kuptueshmëri dhe mua. E dyta, dija nuk është si risku që ka një kufi mjaftueshmërie, ajo sa më shumë t'i shtohet robit, aq më shumë i shtohet atij siguria, besimi, vullneti dhe përmirësohet puna e tij. Dhe prandaj Allahu i madhëruar ja ka përmendur këtë profetit e tij sallallahu alaihi wasallam në një ajet tjetër dhe i ka thënë: "O qur rabbi zidni ilma", dhe thuaj o profet, o Zoti im, mashto mua dijen. E treta, ajo që u porosit profetit sallallahu alaihi wasallam për t'i kërkuar Zotit e tij në këtë ajet janë ose shembujt e tjerë besimi që janë më lartë se sa historia e djemve të shpellës, dhe këta janë profetet e Allahut, njerëzit më të mirë që kanë shkelur në tokë, ose janë rrugët e udhëzimit dhe rregullat e fesë, dhe këtu përfshihet vetë shpëtimi. Dhe s'ka dyshim që profetit sallallahu alaihi wasallam ju dhan të dyja, edhe historitë e profetëve dhe rrugët e udhëzimit dhe shariati islam.